Rruga e shkurtër të nxjerrë gjatë. Me këtë fjalë të urtë nisi ministri i drejtësisë Besfort Lamallari mesazhin e tij të prezantimit të fushatës Ska Shkurt, një nismë e mbështetur nga OSBE që synon ndërgjegjësimin e të rinjve për rreziqet e përfshirjes në paligjshmëri dhe krim. Unë nuk besoj që pushteti të ndryshon. Ajo vetëm të ekspozon ndaj mundësive dhe përmes këtyre mundësive ti mund të tregosh nëse bëri gjën e dur apo nëse shpalose ato cenet e karakterit duke përfituar në mënyrë pa drejtë në kurrizë të tjerëve. E cilësoi parandalimin e kriminalitetit tek të rinjët si prioritet të politikave të dikasterit që ai drejton. Të cilat si përmes ndihmës juridike falas, si përmes qendrës për parandalimin e kriminalitetit të miturve dhe të rinjve, po ashtu edhe përmes kësaj qendre të re multifunksionale që po ngrihet në Shqipëri për herë të parë për rehabilitimin dhe reintegrimin e të rinjve. Kreu i Ministrisë së Drejtësisë theksoi edhe rrezikun në rritje të nxitjes së kriminalitetit nga rrjetet sociale, ndaj nënvizoi se investimi më i madh që mund të bëhet është mbrojtja e të rinjve nga rrugët e gabuara dhe ofrimi i alternativave reale për zhvillim. Ajo çfarë ka më shumë vlerë nuk është arritjet individuale, por kontributi që dhe gjurmët që ne mund të lëmë pas, emri i mirë, të jetosh me dinjitet, është trashëgimia më e gjatë dhe që lartëson njeriu. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, theksoi rritjen e kriminalitetit në radhën e të rinjve. Në të gjithë rajonin e OSBE-s, përfshirë këtu edhe në Shqipëri, po vërejmë se të rinjt po përfshihen në veprimtari kriminale në moshë gjysmë e më të re. Grupet e krimit të organizuar synojnë fëmijët dhe të rinjt duke shfrytëzuar ata në moshën e përgjegjësisë penale. Lidhur me këtë, Taran theksoi se qëllimi i nismës është krijimi i një kundër narrative përballë krimit dhe ofertave të tij, e për këtë theksoi shtrirjen e kësaj fushate në platformat kryesore të rrjeteve sociale në Shqipëri dhe arritjen e saj në audiencat e reja në mbar vendin.